Ka thënë Allah i madhruar, wa amma men khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ai njeri i cili gjithmonë e ka frikë, e ka breng, e ka shqetësim, a thua vallë, si do t'jetë qëndrimi jem për Allahut? Nuk e di si do dalë për Allahut. A do dalë krye lartë, i mburur, apo i tërpruar dhe i nështruar? Këtë kjo e mbrengos. Nuk e di a do dalë faqe bardhë, a faqe zezë. Nuk e di a fituas, a humbës. Nuk e di. E pse nuk e di? Se nuk e di se ti gjatë bagazhit që ke jetuar 50-60 vjetë, a ke qenë ma afër Zotit, a ma largë? A ma shumë ke ba punë të halal, apo haram? Që kjo qëndrim të gjithmonë ty e kinë hatër. E Allah i madhruar thot, kush e ka këtë komponent? Ai cili ka frikë, qëndrimin për Allahut, nuk e hik nga mendja. Ha? Edhe e dyta, o nehen nefse anil hawa, edhe e frenon vetën, e ndal vetën, e pengon vetën, e stopirat nga çdo sen që ka ja ka në shpirti vetë, mi po Zoti e ka ndaluar. Shumë nga ne kanë lloj-lloj apetite, lloj-lloj orekse, të shumta, mi po çto dëshirat që ka të vinë ty e çarkullojnë dhe zhvillojnë mendjen tënde, duhet me shikuar. Unë kam dëshirë, kam ëndra, mi po Zoti është i kënaqur. E tash, nëse e shes se nuk ka i kënaqur, e stopirat, e ndal vetën, e frenon. Këto dy elementet i garantojnë, i sigurojnë besimtarit në vazhdim të ajetit, fa innal jannata hiya al-ma'wa, xheneti është vendbanimi i tij. Apo është ngjash me terapi, recept, sikur për pacientin që ka smundje, që shto Allahu i madhëruar tregon edhe për njerin, nëse i përmbahet receptit të Zotit, le ta di se e ka të garantuar dhe të siguruar xhenetin. E një xhenet quhet mewa. Këtu është përmend mewa, se ka 8 lloj xhenete. Ashtu, edhe 7 xheneme, me emra të ndryshëm. Një më shumë e ka xhenetin, më shumë se xhenemi, për faktin se rahmeti dhe mëshira e Zotit është dominuese ndaj idhërimit dhe zemërimit të tij.